Një zotë ndryshëm për tjerve, edhe në moshën 6 vjeç, një motër e jam ka inkuadru në një shoqëri automobiles, aty kam fillu fillet e mia të para. Po, pas moshës 6 vjeç, si je gjenë profesionalisht me këngën, se tani, kur po flasim, janë bërë më shumë se 40 vetë, me muzikën, shumë vite, nuk e mbajnë mend ndoshta. Nuk e mbajnë mend vetë, veç e mbajnë mend koncertin e parë që ka qenë zyrtar, mendoj që ka qenë në moshën 10 vjeçare para publikut. Para publikut. Emocionet a i mbajnë mend? I mbajnë mend edhe emocionet shumë, mendoj që ato kanë qenë emocionet e paharrueshme që nuk e harroj kur, edhe unë nuk kam pas kur farë treme para publikut. Emocionet tilla s'ke përjetu prej asaj here, apo jo? Po, a mundesh me i përshkruajt pak, kur ke dalë për herë të parë në atë skenë për para publikut, me ato emocionet forta që edhe sot i mban mend? Ka qenë në sallën e Obelisqit, sigurisht, publiku i madh, gjithmonë kanë qenë sallat plot, edhe kur kam dalë unë e vogël, ka qenë një çudi shumë për publikun edhe një aplauz i papar, që nuk e harroj kur, edhe emocionet e mia. Padyshe. Me cilin këngë u prezantove në ato momente? Ka qenë kënga Kam qëndisur një shamin atko, këngë shumë e njohur, nuk e di a e njeni. Jo. Po gjithsesi, po besoj që ashtu si që përshkruajte, publiku ka qenë i magjepsur nga zëri, por edhe ndoshta edhe nga mosha. Ka qenë e papritur, po besoj për ata. Ka qenë edhe mosha që ka bo gjithmonë paraqitjen time ma interesant. Patjetër. Dhe ju ka përcjell muzika gjatë gjithë jetës. Ani, pse jeta ka marrë rrugë të ndryshme? Dhe normalisht din jeta na qoj ndoshta edhe në vende ku nuk i kemi paramendu asnjëherë. Sidomos unë, prej moshës shumë të vogël, i kam kënu adheut, i kam kënu vendit, i kam kënu këngë patriotike. Nuk e kam paramendu kur, që jeta ime do të zhvillohet në vend të huj, po jetës nuk e dihet. Patjetër. Ja që shkova atje dhe krijova familje. Po, si erdhi ky vendim për ta lënë Kosovën në moshë të hershme? Po, në moshën tonë, se jemi si moshatarë me bashkëshortin, po? Bashkëshortin. Situata ishte aq e rëndume. Unë kisha përfundu shkollën e mesme dhe mendoj ati vazhdoj studimet në gjuhën angleze, po aq shumë u prish situata, se që nuk ishte ardhmëri për neve, sidomos unë në çfarë drejtimi isha me këngët e mia. Patriotike, u duhet me marrë vendimin edhe me lshu Kosovën. Unë ndjeve në rrezik, ose thjesht në një situatë jo shumë të mirë, emocionale, duke marrë parasysh që i ke kënduat dheut, patriotizmit e gjitha këtyre... Sidomos, ajo është ndjenja ma e keqe, kur je i detyruar me lshu vendin, edhe nuk përshkruhet ajo ndjenjë, aq e keqe, edhe sa duhet ku për me u largu që ndjenjë. Me marrë vetën. Po, ishte shumë e vështirë për ta marrë këtë vendim? Për me marrë vendimin... Me u largu nga Kosova në këtë rast? Nuk ka qenë aq e vështirë, sepse na nuk ishim zgjidhje tjetër, po për me u gjinë pastaj,